Me datën 2 maj 2026, në sallën e Kuvendit të Komunës së Tuzit, është mbajtur ceremonia e ndarjes së bursave nga shoqata Mësia nga Kalifornia, në një aktivitet të veçantë kushtuar mbështetjes së studentëve dhe fuqizimit të rinisë së mësisë. Bursat ju ndan 26 studentëve përfitues, nga kryetari i shoqatës Sherif Kërniq, i cili më këtë rast theksoi rëndësinë që ka investimi në dije, arsim dhe zhvillimin profesional të brezave të rinj. Vlera e përgjithshme e bursave të i kalon shumën prej $15,000, mjetë këto të siguruara fal kontributit të donatorëve shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky solidaritet dëshmon lidhjen e fortë që diaspora vazhdon të ruajë me vendlindjen, duke mos harruar asnjëherë nevojat dhe të ardhmen e të rinjve tanë. Nga shoqata Mësia u theksua se qëllimi i kësaj nisme, pas që është edhe hera e parë që ndahen mjetët për studentët, është që atyre t'u lehtësohet rruga drejt suksesit akademik, duke motivuar ata të vazhdojnë me përkushtim studimet dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre mbi themelet e dijes. Njëkohësisht, kjo mbështetje shihet si investim i drejt për drejt në të ardhmen e mëjsisë, pasi çdo student i suksesshëm përfaqëson një vlerë më shumë për komunitetin dhe zhvillimin e vendit tonë. Të nderuar student, të respektuar përfaqësues të shoqatës, të nderuar vëllezër dhe motra malësorë që na ndisni përmes ekranit të televizionit Bojnë, si dhe radio televizioni i Malit të Zi, të cilin e falenderoj për përkrahjen e vazhdueshme si dhe të gjithë ju të pranishëm. Është një kënaqësi dhe nder i veçantë për mua në cilësinë time si sekretari i diasporës në komunën e Tuzit, që sot jemi pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm, që ne bashkon rreth vlerave tona të përbashkëta kombëtare, kulturore dhe shpirtërore. Diaspora dhe shoqatat kanë qenë gjithmonë shtyllat e fuqishme për vendlindjen. Me përkushtimin, punën dhe dashurinë tuaj të pashtershme për malësinë, ju keni kontribuar jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në ruajtjen e identitetit, vlerave dhe traditave tona ndërbreza. Dëshiroj të shpreh një falëndrim të veçantë për kryetarin e shoqatës në Kaliforni, zotin Shaki Kërniq, për angazhimin e tij të palodhshëm dhe për kontributin e vazhdueshëm në forcimin e lidhjeve mes diasporës dhe vendlindjes. Aktiviteti dhe përkushtimi juaj janë shembull i mirë për bashkëpunimin dhe unitetin tonë. Po ashtu falenderoj të gjithë anëtarët e shoqatës në Kaliforni dhe çdo bashkëdhetar që kontribon në mënyra të ndryshme për ruajtjen dhe për të mbajtur gjallë frymën e unitetit të malësisë dhe përtej oqeanit. Në fund kam kënaqësinë të veçantë që të jap fjalën kryetarit të shoqatës që të ju përshëndes dhe të ju drejtohet me disa fjalë. Të nderuar, ju përshëndes të gjithëve. Në fillim dua si kryetari i shoqatës Mësia nga Kalifornia të falenderoj të gjithë ata të cilët na ndihmuan në kontributin e tyre dhe donacionet që të jemi dhe në shoqatë të cilat do të kontribuojnë në vendlindjen e pikërisht ku më mirë se në të ardhmen e vendit tonë, të studentëve. Ju jeni ardhmja e vendit dhe shpresoj se të gjithë ju me profesionalizmin tuaj do të vazhdoni të ushtroni atë në vendin tonë të përbashkës që të çojmë përpara në prosperitet. Që të mos zgjas më shumë dhe mos të mbaj, dua të falenderoj dhe një herë, të dëshiroj shëndet të mirë dhe sukses në studimet dhe në jetë. Tani do vazhdojmë ndarjen bursave dhe ftoj studentët të afrohen mbas dëgjimet të emrit të tyre. Ermal Brahimi. Anisa Beqević. Fiorella Gojçaj, Azra Luljanaj,
Samira Lulanaj, Simona Camaj, Antonia Berishaj, Amanda Gjokic, Selma Kërnic, Merima Orahovac, Ensar Dreshevic, Irma Kajoshevic, Selman Micaj, Mark Sinishtaj, Elizabeta Lulgjuraj, Lorena Ujkaj, Amina Adžović, Gabriela Berishaj, Shpresa Luljanaj, Linda Sinishtaj, Liza Vuljaj, Behar Shabaj, Leila Beqaj, Merita Sinishtaj, Ana Bikaj, edhe Anita Hasanaj. Gjithashtu për televizionin Bojnë, kryetari i shoqatës Sherif Kërnish shprehu urimet më të sinqerta për studentët përfitues, duke u dëshiruar suksese në rrugtimin e tyre akademik. Ai njëherë shuroi që pas përfundimit të studimeve, ata të kthehen dhe të japin kontributin e tyre në Malsi, duke vënë dijen dhe përvojën në shërbim të vendlindjes. Tash 5 vite u formua shoqata. Si që dini sigurisht edhe ju, komuniteti më i vogël në Kaliforni se në tjera vende në Michigan ose po New York, filloi që duhet me investua në Malsi. Ku më mirë me investua se në të ardhmen në shkollim në studentët. Organizohem një mbledhje fondash, të gjithë u përgjigjen pozitivisht, anëtarët, të gjithë donatorët, që edhe unë falenderoj të gjithë. Na i dam 26 studentëve, ju dam bursat, shumën për mi $15,000 për të gjithë. Mirë, cili të ishte edhe mesazhi, ndoshta një mesazh motivues për gjithë studentët për të ardhmen e Malsisë. Të vazhdojnë shkollimin, të mësojnë, të ktheheni, të kontribuojnë edhe në Malsi mas shkollimit, studimeve që të vinë, që kontribuojnë këtu të Malsi. Ajo është mesazhi im që kishte me kanë mire. Suksese u dëshiroje në vazhdim në jetë dhe në studime. Urime dhe suksesin të gjithë. Thank you.